Sot, në sfidën e buxhetit, banorët përballen me një provë të veçantë, ku ndahen në role fëmijë dhe pleq. Duke kaluar në transformimet të plota fizike dhe sjellore. Çdo banor sa po përfundon përgatitje në dhomën e surprizave, duhet menjëherë të futet në rol. Sa po bëhet gati, doli nga dhoma surprizave, është plak ose fëmijë. Dhe nuk të lutem, se është, ka goxha sqarime. Dhe nuk lejohet të dal nga roli në asnjë moment, deri në vendimin e vllajit të madh. Fëmijët të moshës nga 6 muaj deri në 3 vjeç janë vendosur në gaming room dhe duhet të sillen strikt sipas moshës që përfaqësojnë. Pra ata që kanë disa muajsh, duhet të zvarriten. Zvarritesh, ka zvarritesh. Prit. Gaming room është pajisur me lodra plot ngjyra fal Vardem, vendit ku imagjinata nuk ka kufi dhe çdo fëmijë gjen lodrën e ëndrave të tij. Me 1001 lloj lodrash për çdo moshë, nga lodrat edukative deri tek më argëtueset, Vardem krijon ambiente plot gëzim, kreativitet dhe lojë. Përkujdesja për fëmijët dhe gaming room bëhet nga kujdestarja Alba, e cila është përgjegjëse për sigurinë dhe mbarvajtjen e lojës. Pleqt, ju lutem, pleqt të moshës nga 65 deri në 80 vjeç janë shpërndar në të gjithë shtëpinë dhe kanë për detyrë të qëndrojnë në rol, si dhe të kujdesen për fëmijët, duke respektuar rregullat dhe përgjegjësitë që u takojnë. Buxheti i javës varet nga sjellja juaj dhe çdo dalje nga roli ndikon drejt për drejt në vendimin e vllajit të madh. Tani para se t'ju lexoj si na kanë dar. Atëre. Pra fëmijët, kush është ata që do luajnë fëmijët, do jenë në gaming room. Janë të ndarë. Po, do i lexoj unë. Pra janë kurse pleqt mund të vinë dhe në gaming të merren me kalamaj, po mund edhe të vërdallosen në shtëpi se janë pleq. Okej? Vajzat si? Fëmijët kanë ndesh atje. Po, fëmijët kush nuk ecën, se është për shembull që s'ka shku 2 vjeç, po themi, nuk del dot. Ose duhet dalin me zvarritje. Jam 2 vjeç hop deri. Okej. Jo. Tani, vajzat duhet të heqim komplet make-upin, sepse në dhomën e surprizave do na bëjnë gati. Do na bëjnë si fëmijë, do na veshin si fëmijë, ose do na bëjnë si pleq në grim edhe në veshje. Aty do shkojmë 2 nga 2. Pra ndërkohë që ne vajzat heqim make-upin, për shembull djemt mund të fillojnë. Ama, ju lutem, në momentin që bëhesh gati, vishesh, bën make-upin dhe del nga dhoma surprizave, futemi në rol, ose ndryshe. Nice. Eci buxheti. Alba kujdeset si për pleqt dhe për fëmijët. Kujdestare kokës. Pra është kujdestarja. Tani, aty shkojmë 2 nga 2, te dhoma surprizave. Tani, fëmijët, lëndrimi, ku lëndrimi, je 2 vjeç. Ardit, ku je? 9 muaj. Nuk dhjetë e smushës me ecë. Asme, nuk rrinat më sheshu. Labinot Regja. Ku është? Ku je më? 7 muajsh. Hy Gerta, 3 vjeqe. Benita, 1 vjeqe. Po e 1 vjeqe ta video. Aurora, 11 muajshe. Dhe Labinota Gjiu, po 3 vjeç. Kurse, pleqtë, Eliona, 66 vjeç. Dolce, 75. Klodi, 80 vjeç. Kushtrimi, 77. Ludoli, 72.
E ke të përcaktuar moshën, do sillesh sipas moshës. Se pranoj 72. Unë kam problem më plak. Limi 69 vjeç dhe Suanita 79 vjeç. Se 72. Janë të përcaktuar dhe do sillesh sipas moshës. Unë jam 3 vjeç, të lutem. E, me lujt pensionistin. Çunat, 2 nga 2 tani, të dhoma surprizave për të bërë 2 nga 2. Ne duhet të Ka me heqë, shanë se jo, t'jallojë fëmi, që të këshyrë alon si bed. Para me nohë qëfar 2 titlit nga ka 2, o marrë. çuna. Kjo ka shumë do me thanja. Jo, se kjo... Si dole. Si pleq jemi vesh, veç me hje këto atletët.